Dy vrasje të zbardhura dhe episode të trafikut të drogës në Gjermani dhe Hollandë është ky bilanci një hetimi të ndjekur nga prokuroria e posaçme që më pas u finalizua me lëshimin e disa masave sigurie. Forcat Renea bashkë me Biron Kombëtar të Hetimit zbarkuan në Vlorë duke goditur bazën kriminale të Ines Hajrullës, një person ky përfolur për disa krime. Burimi për Euronews bëjnë me dije se SPA ka arritur të zbardhë vrasjen e Gentian Qarit, të ndodhur në shkurt të vitit 2021 dhe vrasjen Bledar Birçajt, të ndodhur një muaj më pas po në të njëjtin vit. 40 vjeçari Qari po lëvizte në këmbë në orët e pasdites ku në drejtim të tij u shkrepën disa plumba Kalashnikov, ndërsa mbeti i vdekur në vend. Qarri rezulton që ishte dënuar më herët në Itali për trafikim të lëndëve narkotike. Autorët dogjën mjetin pranë pyllit të sodës dhe humbën gjurmët, ndërsa ekzekutimi i Birçajt ndodhi në mes të ditës ku ai po lëvizte me makinë tip BMW së bashku me një oficer të antidrogës. Sapo ka hyrë në rrugën kryesore, persona të maskuar zbritën nga mjeti i tyre dhe lëshuan plumba me brëshëri ndaj tij duke e lënë të vdekur në vend. SPA thotë se vrasja e tyre ka ardhur si pasojë e konflikteve për pazaret e drogës, po ashtu të dhënat flasin se në ndihmë edhe të Sky SCC janë zbardhur disa tentativa të trafikimit të drogës nga Gjermania dhe Holanda për llogaritë të këtij grupi. Mes personave me sigurie janë Flodian Plaku, i ndaluar më herët për një vrasje të ndodhur në zonën e Fushkrujës. Në prangët e policisë ka rënë Rezart Kuçi, ish shef krimësh në komisariatin numër 1 në Tiranë që akuzohet për trafik droge dhe shpërdorim detyre. Përveç Kuçit, një tjetër ish zyrtar policie u ndalua në Zvicër. Bëhet fjalë për Hamaz Dëmushin, i cili besohet se ishte pjesë e grupit kriminal. Sipas të dhënave, rezulton se në Itali janë ndaluar 2 të tjerë të cilët janë me urdhë arrest nga SPA dhe një tjetër në Janin. Në Shqipëri, mësohet se në kërkim janë shpallur Ervis Matodashaj dhe Ines Hajrulla.